Aleanca për shqiptarët e drejtuar nga Arben Taravari nesër në kryesinë qendrore do të vendosë nëse do të mbetet me Vlenin apo do të dele vetme në zgjedhjet lokale. Kryetari i ASH-s Arben Taravari tha se do të dërgojë anëtarët e kryesisë dhe kryetarëve të degëve për të marrë një vendim përfundimtar. Ai beson se në disa komuna ASH mund të arrijë rezultat të mirë, si në Gostivar, Vrapçisht, Bogovin, Tears, Saraj, Likov dhe Dibër. Ne kemi dy opsione. Një opsion është zbashku me Vlenin të dalim në zgjedhjet lokale, ose opsioni i dytë është Aleanca për shqiptarët të del e vetme në zgjedhje. Mendojmë se edhe vetme dal në disa komuna me ndihmën e disa partive të partnerëve të koalicionit, mund të bëjmë rezultat mirë dhe të shkojmë në rundën dytë, po edhe të fitojmë. Taravari, kur i përmend partnerët e koalicionit jashtë Vlenit, i referohet VMRO DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Turke, por ai e përjashton mundësinë për një bashkëpunim me BDI-n e Ali Ahmetit. I pyetur për deklaratën e Bilal Kasamit, i cili tha se ai që ndat nga grupi EHA Ujku, Taravari me përgjigje. За Билал Касами не би сакал да коментирам. Тој е негов став. Ја мислам дека избрзува кога дава изјави, меѓутоа тоа е негова работа. Утре имаме централно претседателство на Алијанса за албанците и ќе одлучиме како продолжуваме понатаму. Brëmjen e së dielës, liderët e koalicionit Vlen u takuan për herë të katërt brenda javës në kërkim të një zgjidhje se si të dalin në zgjedhjet lokale. Debati në Vlen për këtë çështje ka nisur që kur nisën të bën kalkulimet për lokalet. Të gjithë kryetarët ishin që të dalin me kandidat për kryetar dhe lista të përbashkëta për këshilltar përveç Taravarit, i cili kërkon që të dalin me lista të veçuara për këshilltarët komunal.